në Republikën e Maqedonisë së Veriut arsimi ka rënje. Kjo është çështje që vetëm e mendojmë ne, mësimdhënësit, prindët edhe të tjerët faktorë, mirë po edhe hulumtimet të cilët bëhen edhe në nivel ndërkombëtar edhe shtetëror tregojnë se ka rënje në arsim. Kur flasim se ka rënje kualitetit, mirë po kur dikush e shef ngritjen, vjen fjala varësisht kush se në cilat perspektive e shikon, si e shikon, këndvështrimi si është. Nuk është një parametër, temi indikator matës ajo që ne kemi vetëm atë se si kanë rezultatet e nxënësve, si janë notat. Kur ne notat e dim se do të 10 vitet e fundit notat, edhe në arsimin fillor, edhe të mesëm kemi rritje. Janë veç numra. Janë numra edhe ekspertët e huaj, unë kam qenë pjesëmarrës në disa konferenca ndërkombëtare ku ekspertët po e shohin këtë se duke analizuar rezultatet që i kemi në arsim, notat, vlerësimet, themi që nuk janë objektive dhe nuk bazohen në standardet dhe kriteret nacionale të cilët janë për vlerësimet e bën, thonë se do të vjen një kohë shumë shpejt, 5 vjeçari në ardhshëm, kjo si është duke ecur kështu, nuk do të ketë nevojë të ketë nota.